Përshëndetje të gjithëve dhe të gjithave, mësuesve këtu të pranishme dhe të palodhura të arsimit profesional. Është një ditë e rëndësishme për të folur për çfarë kemi bërë, po mbi të gjitha se çfarë duam të bëjmë në rrugtimin strategjik për punësimin dhe aftësitë. Është një ditë ku ndërkohë 3500 maturant të arsimit profesional kanë sot provime dhe dua t'ju uroj të gjithë atyre sukses në provimet e tyre. Dhe është një ditë kur realisht bilanci është goxha domethënës dhe është shumë inkurajues. Kur ne kemi nisur këtë rrugë, kemi pasur një sistem të arsimit profesional tërësisht të degraduar dhe plotësisht të padobishëm për të reja dhe të rinj që shkonin në shkollat e arsimit profesional thjesht dhe vetëm për të mos mbetur pa asnjë mundësi tjetër, por nuk gjenin aty asnjë kusht për të zhvilluar talentin dhe për të marrë zanatin e tyre. Thjesht dhe vetëm gjenin disa mësues që sado të përkushtuar e kishin të pamundur që të bënin mësimin tërheqës, pasi nuk kishte kushte minimale infrastrukture, nuk kishte laborator, nuk kishte asnjë lidhje mes arsimit profesional dhe tregut. Sot situata është krejt ndryshe. Nëse në fillim të këtij rrugtimi nxënësit që shkonin në dyert e arsimit profesional ishin pak më shumë se 10%, sot janë thuajse 20%. Por kjo është një fazë, ndërkohë që nuk është mbritja, sepse synimi ynë është që të kemi 1 në 3 nxënës në arsimin profesional. Fatmirësisht sot mund të flasim edhe për një kapërcim të një muri të lartë paragjykimesh që ishin lidhura me arsimin profesional. Pikërisht sepse dikur arsimi profesional ishte si një rifugjo për nxënësit që kishin rezultate të cilat nuk u jepnin asnjë shans që të shkonin në universitet, megjithëse universitetet ishin me dyert të shqyera nga të 4 anët, sot jemi në kushtet kur arsimi profesional është edhe një zgjedhje. Dhe pikërisht pse funksionon, ne kemi sot një shifër që jo vetëm flet për këtë ndryshim, por dhe inkurajon të tjerë që të kthejnë sy nga arsimi profesional. 63% e atyre që mbarojnë arsimin profesional punësohen. Një pjesë e tyre fillojnë punojnë që më parë fal reformës që kemi bërë dhe përzgjedhjes që kemi bërë për sistemin dual, duke i referuar 2 vendeve apo 3 që kanë realisht nivelet më të admirueshme të mënyrës se si e kanë ngritur arsimin profesional dhe e kanë kthyer në një sistem që garanton ekonominë dhe garanton mirëqenien e tyre. Zvicra, Gjermania dhe Austria. Dhe ka një korelacion shumë interesant midis fuqisë së këtyre vendeve, modelit që ato kanë krijuar në sytë të gjithë botës, po edhe idesë që lidhet me to si vende të pasura, me faktin që janë vende të cilat kanë një përkushtim të madh dhe historik për arsimin profesional. Janë vende në të cilat arsimi profesional është pjesë
integrale e ekonomisë tyre dhe janë vende ku shumë kush që mbaron arsimin personal nuk mbetet thjesht një zanatçi, po kthehet në një sipërmarrës të vogël dhe bën sukses me dijen e tij. Më vjen jashtëzakonisht mirë që ne sot mund të flasim për një fakt dhe një provë konkrete të një bashkëpunimi me pikërisht Zvicrën dhe të një ekselencë të arsimit profesional zviceran, shkollës prestigjioze të turizmit EHG, e cila tani më ka hapur dyert në Shqipëri, duke u binjakëzuar, po është një binjakëzim tërësor, nuk është një binjakëzim simbolik, me shkollën tonë të hotelëri turizmit të Tiranë. 100% e nxënësve të kësaj shkolle janë punësuar. 100% e nxënësve të kësaj shkolle, të cilët sot janë në bankat e shkollës, janë të kontraktuar. Natyrisht që ka nevojë për shumë më tepër, sepse sistemi ynë i industrisë së turizmit është një sistem i ri, por është dhe një sistem i cili është ende largës që një sistem që ofron cilësi. Dhe pikërisht për këtë arsye, të gjithë të interesuarit që kanë investuar në turizëm, ka nevojë për punonjës të kualifikuar të gjitha niveleve. Dua të prek këtu diçka që është bërë një nga barsaletat e ditëve të fundit, lidhur me një zhvillim që ka ngjallur një debat të madh. Ideja që investitorët e huaj vinë në Shqipëri për të ndërtuar rezorte të cilat janë për shumë të pasurit dhe për punonjës nga Pakistani, nga Bangladeshi, apo nga Filipinet, sepse duan t'i paguajnë shumë pak, është një ide që nuk ka asnjë lidhje me realitetin. Është gabim i madh që të flitet në këtë mënyrë, edhe është një gënjeshtër e madhe që të mendohet në këtë mënyrë. Spari, ne nuk është se kemi një numër të madh investitorësh të huaj në turizëm. Sapo ka filluar një interesim nga kapitali dhe nga sipërmarrja e huaj për Shqipërinë, që lidhet me suksesin e Shqipërisë në turizëm. Deri përpara disa vitesh, ne nuk kemi pasur asnjë interesim, zero, nga kapitali i huaj dhe nga sipërmarrja e huaj për të investuar në turizmin shqiptar. Zero. Pse? Shqipëria ishte po kaq e bukur, natyra shqiptare ishte po kaq e bukur, vizhëria e saj ishte po kaq sa që është sot, në ato zona ku nuk është investuar asgjë, nuk ishte asnjë interesim. I pari interesim që pastaj u materializua ishte interesimi për portin turistik të Durrësit. Dhe mbas atij interesimi dhe mbasi u hap rruga atij investimi, ka filluar të ngrihet interesi i kapitalit dhe i sipërmarrjes së huaj për të investuar në turizëm në Shqipëri. Pse? Sepse nuk ishte pikë besimi. Ideja që kapitali i madh dhe që sipërmarrjet e mëdha shkojnë në vende të caktuara për të investuar në turizëm, për të shkatruar ato vende dhe për të shfrytzuar një krah pune të lirë, është një ide e lindur nga padia totale.
sepse është e kundërta. Nuk ka prova që kapitali i huaj dhe sipërmarrja prestigjioze ndërkombëtare të ketë luajtur rol në shkatrimin e natyrës apo të jetë shkaktarja kryesore e dëmeve që janë bërë mjedisit. E kundërta është e vërtet. Dëmet mjedisore kanë ardhur gjithmonë dhe në radhë të parë nga faza zhvillimi të cilat kanë qenë të bazuara jo thjesht tek kapitali vendas, por edhe kanë qenë të lidhura me një horizont të mbyllur, lidhur me shumë nga temat komplekse të fushës dhe patjetër kanë qenë të kushzuara nga kostoja e ndërtimit dhe nga çmimi. Po të shikojmë Bregdetin shqiptar sot. Bregdeti shqiptar ka filluar të zhvillohet në golem. Sot është e paimagjinueshme që dikush cili do sipërmarrës vendas të shfaqet në dyert e autoriteteve dhe të propozoj atë lloj zhvillimi. Pse? Sepse ai është një zhvillim tërësisht i papranueshëm, por i lidhur me një kohë kur mundësitë ishin shumë të kufizuara, kur kapitali ishte shumë modest, kur dijet ishin shumë të kufizuara dhe me të gjitha kur aftësia blerëse ishte shumë e kufizuara. Dhe pavarësisht të gjitha problematikave dhe të metave që ka pasur zhvillimi i ndërtimit në fushën e turizmit, gjërat kanë ardhur duke u përmirësuar. Zhvillimet kanë ardhur duke u bërë më cilësore. Kostoja e ndërtimit natyrisht ka ardhur duke u rritur, por dhe çmimi ka ardhur duke u rritur. Dhe vim tek Pakistani dhe tek Bangladeshi. Punojësit. Sot, dhe unë këtë e them me përgjegjësi të plotë dhe sfidoj çdo që të provoj të kundërtën. Sot, problemi kryesor i industrisë së turizmit nuk është sa të paguaj. Dhe nuk ka në industrinë e turizmit sot. Aty natyrisht flas ku janë bërë investime, aty ku janë hotelet edhe destinacionet e pushimeve. Pyetja nuk është sa të paguaj. Pyetja është ku të gjej punojësin, përkatës, për të gjitha nivelet, që ka edhe zanatin për ta bërë atë punë si duhet. Dhe nëse ndikush më gjen një vend në Bregdetin shqiptar, flas gjithmonë për investimet që janë bërë, nuk flas për situata që mund të jenë në gjysmë informale, flas për hoteleri, ku paguhet më pak se në Greqi. Atëherë unë do detyrohem të rishikoj këtë opinion. Nuk ka. Nuk gjendet një vend Bregdetin shqiptar ku sipas niveleve pagat jetë më ulët se në Greqi. Nuk ka një vend në Bregdetin shqiptar ku paga të jetë më ulët se në Kroaci. Nuk ka. Cili është problemi? Problemi është që ata të cilët nxisin racizëm ndaj punojësve të huaj, dhe ata të cilët kujtojnë se punojësit e huaj vinë nga Filipinat këtu si sklever, ata nuk duan të punojnë dhe të marrin një pagë si në Greqi dhe si në Kroaci. Kjo është kaq e thjeshtë. Ose
nuk janë fare në atë fush, nuk janë fare në nevojë për një punë, përkundrazi punojnë në Instagram dhe japin intervista se si jeta e tyre modeste kushton 20.000 euro në muaj. Çështja është shumë e thjeshtë. Sa më e lartë jetë cilësia e sistemit të turizmit, aq më të larta do jenë pagat. Sa më e ulët jetë cilësia e sistemit, aq më të ulta do jenë pagat. Sa më i lartë të jetë konsumi i atyre që vinë për të shpenzuar në atë sistem, aq më të larta do jenë të ardhurat e sistemit dhe përjedhojve të shtetit. Ky është ekuacion shumë i thjeshtë. Dhe Zvicra, që është një vend turistik po ashtu, është një vend shumë i shtrenjtë. Por ka paga shumë të larta. Ka paga shumë të larta për arsye e thjeshtë sepse ka mundësinë që të jetë shtrenjtë, sepse ka cilësi shumë të lartë të ofertës vetë. Duke u kthyer tek nxënësit e EHK-s. Nxënësit e EHK-s janë nxënës shqiptar që vijnë nga familje të thjeshta shqiptare dhe sot ata janë, siç thash, të gjithë kontraktuar nga sistemi i turizmit shqiptar. Sot, industria e turizmit shqiptar kërkon punonjës dhe vuan gjithmonë më shumë për punonjës të kualifikuar. Dhe detyra jonë është që ta shtojmë numrin e shkollave të turizmit që janë të lidhura me aktorë të nivelit të EHK-s. Dhe më vjen shumë mirë që plani është që të zgjerojmë zinxhirin e EHK-s edhe në zonat tjera. Por ajo që është më e bukura në këtë histori është që vetë industria është e gatshme që të marrë pjesë, që të sponsorizojë nxënësit që do të shkojnë të bëjnë atë shkollë për t'i pasur pastaj në kontratë dhe për t'i punësuar drejt për drejt. Të kundërshtosh rritjen e cilësisë të turizmit dhe mbi të gjitha të refuzosh kapitalin e huaj. Në industrinë e turizmit do të thotë të refuzosh cilësinë, nuk do të thotë të refuzosh shkatrimin. Sot, të gjitha zhvillimet që bëhen në turizëm nuk janë më zhvillimet e 10 viteve më parë, globalisht po flas. Nuk ka më sot, jo në Europë, ku ka standarde jashtëzakonisht të mirë përcaktuara, që lidhen me mbrojtjen e mjedisit, që lidhen me biodiversitet, jo në Europë. Po në vendet e lindjes mesme, vendet e lindjes mesme nuk janë vende me rregulla dhe me standarde të mirë përcaktuara në formën e ligjit siç janë vendet e Europës. Nuk janë. Janë vende ku ka një tjetër sistem dhe ka një tjetër vendimarrje. Po ku bën dot sot në vendet e lindjes mesme projekte turistike që nuk janë projekte në radhë parë me një theks shumë të fortë respekti për natyrën. Ata nuk kanë atje gjelbrim. Por sot Abu Dhabi është ekosistemi më perfekt i një zone të banuar qytet. Abu Dhabi. Numri i pemëve dhe i bimësisë që është mbjellë në Abu Dhabi, i shoqëruar me ujin, i cili është pjesë e gjithë
teksturës urbane të Abu Dhabit. Por jo për zbukurim vetëm, por për balancë natyrore, është diçka që nuk e gjen dot në vende të tjera për 1001 arsye. Pra, duhet të them, nuk ekziston më, është një idiotësi, ideja që kapitali huaj mblidhet me qindra miliona me miliarda, organizohet dhe shkon diku për të bërë golemin e vitit 90 në Shqipëri. Nuk ekziston. Në Europë investohet më pak në turizëm, sepse Europa ka shumë. Europa ka bërë po ashtu gabime të mëdha, sidomos Europa jugore mesdhetare, të cilat i ka kuptuar, mbi cilat ka reflektuar dhe rreth cilave janë krijuar shumë standarde strikte. Kështu që nuk shkon dot sot në Portugali, nuk shkon dot sot në Spanjë, në Francë, harrohe, nuk shkon dot sot as në Itali, as në Kalabri, që është një zonë e qametit antimjedisor të viteve 70, 80, edhe 90, dhe të propozosh projekte që nuk janë në kompaktësi me idealin e natyrës. Nuk ndodh. Është domethënë të mendosh këtë dhe të reagosh ndaj kësaj është njësoj. Mua më kujton shumë alarmin edhe shqetësimin nga importi i plerave. Kur u bë një ligj për të sjell plera importi, që ishte jo kompakt me zinxhirin e qarkullimit të mbetjeve në Europë, ku ka import mbetjesh, por me shumë kushte edhe me standarde të mirë përcaktuara, me lista të gjelbërta, u bënami këtu. Dhe ne, kur erdhëm në qeveri, ligji i parë kam përshtypjen që kemi kaluar, ka qenë mbyllja e importit të plerave. Këtu bëhet sikur po importohen plera. Sepse është një qasje e cila nuk niset nga faktet, nuk niset nga projekti, nuk niset nga studimi i mjedisit, por niset vetëm nga një frikë dhe njëkohësisht nga një ideologji. Një ideologji që nuk është kompatibël me zhvillimin. Sepse arsimin profesional për të kthyer në këtë temë, po besoj që në këtë temë jam, nuk është një ngushëllim për dikë që nuk arrin dot të bëjë universitetin. Është një mundësi për dikë që ka një tjetër talent, edhe ka një tjetër shans në jetë që me dijen e tij jo të mbetet një shërbëtor i dikujt që e merr në telefon i thot hajde më rregullo dritat, por me dijen e tij të bëj të ardhura, të krijoj një biznes të vogël, të krijoj një kompani të vogël shërbimesh dhe të shërbej në të gjitha sistemet, që nga sistemet digjitale tek sistemet e shërbimit. Kam folur shumë këto ditë për Malin e Zi. I kam parë me shumë vëmendje të gjithë njerëzit e shërbimit në hotelin për ndërtimin e cilit njerëzit i dilnin në aeroport atij investitorit edhe i këndonin librin e shtëpisë. Kur vinte investitori në fillim, i dilnin te aeroporti. Dhe i kam vënë re me vëmendje. Ishin të tërë, pa përjashtim, ata që pashun, djem dhe vajza nga Mali i Zi. Të tërë me shkollë profesionale turizëm. Të tërë krenar
të paktën në mënyrën se si flisin se i takoja që të kuptoja. Dhe kur i pyesja, po mirë, ti ke bërë shkollë, ti ke këtë eksperiencë këtu, pse nuk ikën të shkosh në një vend tjetër, të bësh recepcionistin, të bësh menaxher. Nuk paguhem, nuk më del më shumë në fund muajit, sepse mund të marr më shumë, po të shkoj në Zvicër, por do paguaj më shumë taksa, po do paguaj një qira më të lartë. Këtu jam në vendin tim dhe jam okay. Po kush ja jep këtë mundësi? Ja jep këtë mundësi pikërisht ai vend, ai hotel që kërkon të ofrojë standarde shumë të larta. Dhe në mbyllje dua ta spostoj fare nga turizmi, dua të sjell një tjetër shembull. Ne bëmi marrëveshje me Finkantierin për të hapur në Vlorë industrinë e anijeve në Pashaliman. Ne e kemi kantierin, por nuk kemi aty gjë tjetër përveç se kantierin e të shkuarës. Finkantieri është një nga ekselencat më të mëdha të botës në fushën e prodhimit dhe mirëmbajtjes të anijeve, dhe për arsye se ata tani duan të shtojnë prodhimin në profilin e anijeve ushtarake, disa tipologji të anijeve që janë më të vogla se sa ato të mëdha të fare, duan të bëjnë me ne në Shqipëri. Për arsye se në kantierin e tyre bëjnë anije të mëdha dhe kanë nevojë për volum. Do prodhojmë anije luftarake fillimisht për ushtrin ton, 2 në mos gabohem anije luftarake që janë të nevojshme në bazë kapaciteteve që na ka përcaktuar NATO, dhe pastaj do prodhojmë anije dhe do shesim anije bashkarisht, një kompani e përbashkët. Gjëja e parë që do bëjmë me Finkantierin, do shkojmë në shkollën e tregtare industriale të Vlorës për të prezantuar projektin, për të prezantuar profesionet dhe për t'i ftuar vajzat dhe djemtë e shkollës industriale tregtare të Vlorës, që profesionale, do të thonë që të firmosin marrëveshje me Finkantierin dhe të fillojnë të trajnohen duke shkuar dhe në Itali tek Finkantieri për të qenë gati në momentin që fillon bëhet fjalë për 400 vende pune në fillim dhe që do të shkojnë në perspektivë 800. Nuk janë vende pune për jurist, as për ekonomist. Më vjen mirë që ambasadori ju referua diçka që unë e përsëris gjithmonë, sepse realisht u bëm vendi me numrin më të madh të juristëve për kilometër katror në botë. Janë vende për të gjithë zinxhirin e zanateve që ka nevojë ajo industri, që nga puna e dorës deri tek manipulimi ose drejtimi i robotëve. Ky është arsimi profesional dhe jo për formalizëm, por realisht dua ta falenderoj shumë qoftë qeverinë zvicerane, qoftë qeverinë gjermane, qoftë qeverinë austriake, dhe natyrisht falenderoj Bashkimin Evropian për gjithë shtysën që po na ndihmon që t'i japim arsimin profesional, sepse sado të kompjuterizohet bota, arsimi profesional do të mbetet një shtyllë e rëndësishme e ekonomisë. Mund të ndryshojnë profilet, por unë nuk besoj, mbase çdo gjë po vaki, po nuk besoj se deti do futet në celular dhe do ofroj mundësi për të bërë notë brenda celularit. Nuk besoj se dielli
do futet në celular dhe do ofroj mundësinë për ta vënë celularin mbi vete dhe për të bërë banjodielli. Unë nuk besoj se celulari mund të kthehet në një vend plazhi apo në një hotel, pra njerëzit për sa kohë do jenë mbi këtë tokë, do kenë nevojë për të shërbyer nga njerëz. Dhe nuk ma ha mendja se turistët gjerman kur të vinë në Shqipëri do pranojnë në vend të mikpritësve shqiptar të mirë trajnuar nga Zvicra robot që t'ju flasin shqip ose që t'ju flasin gjermanisht madje dhe t'ju thonë mirë se erdhe. Se gjermanët pak janë robot vetë, pak edhe t'i presin robotët në Shqipëri vetëm të çmenden fare. Do vinë këtu për pikërisht për atë pjesë që është pjesa e pushimeve dhe kënaqësisë e tjerë. Kështu që besoj shumë tek arsimim profesional, besoj shumë tek gjithçka po bëjmë, kemi shumë për të bërë akoma, jam i bindur që me mbështetjen e miqve dhe me më shumë komunikim për vlerat e këtij arsimi, do arrijmë të shtojmë numrin e atyre që marrin pjesë në arsimin profesional dhe mundësisht t'ja dalim që brenda 2030-s 1 në 3 nxënës të shkojnë në arsimin profesional. Shumë faleminderit.